Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin më të ri të Amor Fati. Në një botë të obsesionuar me bukurinë e jashtme, mysafiri i radhës do të na kujtojë që shkëlqimi i vërtet vjen nga brendësia. Rina Zaiti e ka ndërtuar brendin e saj nga pasioni, nga një qëllim që kishte dhe me shumë këmbgulje, sot ajo do të ndajë me neve se si Rina dashurinë që ka për beauty dhe për lifestyle e ka shndruar në një biznes të suksesshëm që inspiron shumë njerëz sot. Mirë se erdhe, Rina. Rin, ç'është kam? Mirë, ç'është kam ti? Mirë. Apo ndihesh mirë? Super. Apo më pak ujë me pi. Po ban, ç'është jo? Pasëm janë një në kemi dhuratë, në këtë filje. Oh, faleminderit. Prej Coco Brown. Coco Brown. Happy birthday, sweetie. Okej, duna me i falendëru qikat. Faleminderit shumë. Qikat janë shumë të mira edhe janë shumë të kujdesshme në momente të caktuara, sidomos për ditëlindjet tame që unë e kam pas pak më herët, po faleminderit shumë. Happy birthday to the nicest person ever. Shëndetje, lumturia dhe fati të përcjellshëm gjatë gjithë jetës. Faleminderit për përkrahjen, fjalët e ngrohta dhe dashurinë që na ke dhënë. Ky gjest i vogël vjen nga zemra jon, si falënderim për zemrën tënde të madhe. Me shumë respekt dhe mirënjohje, Coco Brownie, Nita dhe Erisa. Faleminderit Nita dhe Erisa, jeni të mrekullueshme. Thanks. Okej, Rin. Po i provojna? Po. Se ti je një gjëgjë shumë i mirë i mësirave dhe... Mu me ndonë që të ongë të ti, do më tonë. Muna me vazhdu, Muna me vazhdu, po. Vesh se cilin për do? I think, diçka ma simple, ma se jena në emision, maybe qëto, me zemra. Okej. Okej, unë e prezentova Rinën pak a shumë, po ato fjallë nuk mjaftojnë me prezentu Rinën, se e një shumë ma moti, edhe është një ndër personat që është shumë impressive, edhe shumë special, ju që e kom unë e shoqe edhe që e një, po shumë e falenderoj që ka ardhur sot në emision, ose në podcast, se është emision. Se di që Rina nuk del asnjëherë, po e ka bu për mu dhe të falenderoj shumë që je sot me neve. You're amazing, you're a very good friend. Që më keni mu shumë, në rukëtimin e biznisit tam, që do që kom po, që kom econe. Dhe shumë jam happy që unë edhe të kom shkrujt çdo herë kur ke qitë, I was really, really happy kur e ke bo. Po e di... Kur e ke marrë qit hap, dhe kom pas shaf shumë e kom pjesë saj. Në fakt, edhe që ajo që më ke shkru ti, më ka inspiru dhe ma shumë edhe me vazhdu më të tje. Sepse ka rëndësi rrithi yt që i vlerëson me të përkra, edhe për mu ku një mbështetje shumë e madhe, kështu që thank you. Jena të shprit ashtë një tjetërës, po s'palidi. Se është hera parë që jemi në këtë pozit, edhe normal që është pak ma ndryshe. Ma ndryshe, për mu si How to handle it. Okej, api meni edhe ju Kanja. Here you go. Yes, hajde nice. gëzuar, gëz. Gëzuar. Okej, shkojmë me një pyetje të parë. A mendon që... Vazhdo ti. Vazhdo se dhune po vazhdoj. E hava pak. Nësë në dalin thëmë kaftë, it's okay. Ska lidhje. Shumë të mira për ndryshe. A është të vërtet që kjo se unë e njësa që bukuria brendshme është më rëndësishme se jashtmja dhe ti një me je një person që e ke reflektu këtë fakt, po a mendon që është të vërtet? Po. A qëndron që kjo që bukuria e brendshme është më e rëndësishme se sa kjo pjesa jashtme, ose a të bën mundi ma mirë e të temi që vetëm brendësinë e ki shumë të bukur, po njerëzit nuk e din, edhe të shohin nga pamja e jashtme. Unë menoj që vlen gjithë qyrë se ti qysh një është rahat me vetën, që ajo, që nëse ti një është që I'm amazing, I'm beautiful, tash ajo bukuria është e shpirtit. Unë e punoj në estetik, do me thënë normal që të unë e pak, nuk po thëmë që unë e vlerësoj të bukurën. Ajo e bukura mund me konë në çdo formë, mund me konë si në piktura, si në building, të më tonë ndërtesa, mund me konë edhe në trup edhe në ftyrë dhe në flokë. Po definitivisht shpirtin që sheki që ashtu dhe reflekton. Edhe nëse diçka është e pa rregullt. Unë e kam shumë rëndësi, mund një mirë me konë rahat me vetën, në formën, domethënë maksimalisht sa kisha mujt me mri. Po. Tash nësë me thonë që veç shpirtin me pas mirë tani rahat, se unë për veti kom edhe
kom bo shumë ndryshime të mëdha, po edhe vazhdimisht punojnë ato që shkojnë gjem, ha shëndetshëm për mu duk ma mirë, që mu ni ma mirë, po jo domosdoshmërisht në standardet huja, po ato janë krejnë standardet të shpirtit tanë. Po, personale tua, që ty të bojnë mundi ma mirë. Qa unë menoj që është e mirë për mu. Po, edhe unë e kom vlerësu shumë që e kon shumë transparente ndaj njerëzve. Është një fakt që edhe unë jam kon shumë transparente deri në një farë pike. Se ti qesin fotot jo para dhe pas e kështu, edhe thom që ndoshta kom leju vetën me u influencu për njerëzve, jo bëne këto, bëne ato, te këshe pas edhe këto, se krejt i kive që edhe shto te këshe pas, që komentet e njerëzve një met shtin mundi, që kjo po thom, ti je ndoshta shumë happy me vetën, po sa jemi të fort me përballu që ato komentet negative për pamjen tonë dhe t'jashtme, edhe mandi njëri qysh me punu në qatë drejtim. Okej. Atëherë unë menoj që njëri definitivisht pamja jashtme është tepër e saktë sa i përket shpirtit dhe qysh një është i rahat. Unë edhe para se me bo intervenime, unë jam një tepër mirë. Unë e kom menu që jam ma e mira e kolla krejtën, e kom bajkar, e kom shtrujtë në komente. Sejme dhe unë qërë. Po dhe menojsha që tepër mirë, sa jo, unë jam kon të vrat me vetën. Po, ajo arrihet jo të bo ndryshime t'jashtme. Është e vërtet, ajo një me arrihet të punu, çdo herë të punu dhe të përmirësu në mendje edhe në trup edhe në shpirt. Qa bi bjen kjo? A i ki pa, si kur jena ako në shkollë, ke mësu, e ke mani not mirë, jeni mirë, se jeni që të ka vlerësue, ke ecë për para, ke di që i të mëri dikon. E njëta shkon edhe njëtë. Ti shkon në gjem, trupin njëtë ma mirë. Shkon në punë, njështë që ke bo diçka se po vlerësot, do më konë Qaj mundet, exactly. Mandi edhe pjesa, one shumë e kam rëndësi çdo ditë që ona me disponim, mu vesh, mu ndreq, edhe me dal njët, me jetu. Po, me kone motivume. Jam shumë, I think që, unë mërej që njeri du të me konë pak vetë motivus. E kjo ushtrohet. Kjo nuk është diçka që ti e ki, unë mërej që këta me ko e ushtron, që me donë, hej, hajde qu, hajde, mirri, mendjes pak, hajde qu se sot është ditë e mirë, edhe me konë më shirë ditë e mirë, mu vesh, mu ndreq, me jaket shiot, it's fine. I'm gonna look amazing, I'm gonna kill it today. Po, edhe unë mendoj që njerëzit duhet me kuptu që edhe truni, ose mentaliteti, duhet me ushtru një farë mënyre, lifestyle, këtë janë këto disiplinë. Edhe ti nëse ja bën për dishmëri vetë vetës, mendoj që pastaj edhe mësohesh, edhe normal që ti e ngrit vetën. Po dush me marrë një decision, se truni është një muskull që na duhet me ushtru. Edhe mi thonë që duhet mu qu, edhe me move on, you know, life është... Unë e thashë edhe ma herët, unë non-stop, i vetë misan që ma qëtë mund feed në Instagram, është quotes, edhe non-stop jam edhe të lezu libra, po edhe të lezu të cisan edhe në rjetës sociale. Një ditë që e pash një san, që ke shumë interesant, ke që you should not believe everything you think about yourself, që është shumë e vërtet. Jo çdo san që truni të menon, është fakt, ose është i vërtet. Truni menon gjithçka, menon që ka njëri shumë e mashme, ka njëri budallic, asë njës do të me besu. Truni ti, qado që do më thonë ti menon, nuk është qashtu, po ti mund është me drejtu vetën me një kahje. One po du mu bo verzioni ma i mire vetë vetës, e mandi me punu nga drejtim. Qëfar do drejtimi që është ajo, po du me konë, again, po du me konë ma e forta, në qitë hobby, po du me konë ma e mira në qitë profesion, po du me konë ma e bukra, po du me konë whatever, qëfar do drejtimi që e nërë, në gjdo herë me konë on a very mental health, kështu në nivel të mirë shëndetit me ndorë, jo me te i kalu ato, me thonë po du me bo tepere me te i kalu gjdo barjera, me thonë gjdo pjesë, që me thonë që të thanë, Çdo gjë që don me çutë që ajo pikë mos me pas rëndësi edhe me A di çka është puna, se edhe që kjo ka shumë rëndësi, që kjo balanci që e thonë shumë shpesh. Okej, po dush me konë verzioni më i mirë vetë vetës edhe në jetë. Po tash e ki disa aspekte tjetër, e ki hobin, e ki karrierën, e ki jetën personale, e ki jetën shoqërore, jetën familjare. Unë mendoj që çdo secila ka rëndësi edhe nuk duhesh me shkel tjera tu mundu me mri njënën. Secilës më ja jap rëndësinë e vetë, se cilës 100%, po jo për të 100%. Jo me luan diçka on the side, me konë... Po jo me konë 200% për japë për qëtë hobby, e ma ndej, familja... Familja po mjetë se s'po kom kohë, ose dashnija. Normal që çdo herë ka me pas dikon pak munges, se ti s'munësh çdo herë 100%, dikon 80, dikon 70, dikon 30, po pak të mundu, po. Cili është një moment që nashta ti e kujtën, edhe që ke thonë, okej, unë e duna me ndjek që të rrugë, se që të menoj që ka me pas sukses?
për shembull. Kjo shkon te unë bajë shumë me gut feeling. Nuk është që kur nuk kom thonë që hej, duhet me bo qëto, se tani kom e mri qëto, se tani kom e mri qëto. Nashta edhe e kom menu, po ma shumë kuna jo, po ma jap në ndjenje që nëse e bëj qëto, po besoj që kom e mri qëto, e nashta me bo. Nuk është, jem konë shumë e vogël, kur kom fillu me punu. Unë kom pas 13 vjetë, 14, kur mami ka pas salla në Ferizaj, edhe unë jem shkut ajo çdo verë dhe i kom nimu. Fillim, nashta i kom gjo pëm që ka pas qatë me hongën, tani kom isë me fshi tokën, tani kom isë me fshi tavolinat, tani kom isë me një hajde gryje dikane, hekja kësoj diçka, e bën ato, tani qështu hina për mu konë si habi. Ko e kom po une që po du me marrë që të rukëtem, është kur e kom kry shkollën e mesme, edhe kom bo një gap year, një vjetë nuk kom vendos me shku kërkon në fakultet, kom dash me shku në Hollanë në fakultet, se unë atje kom linë e jom rrit. Po, Rina është linë në Hollanë, për ndryshe. Gjatë qati vitit, unë e kom pas faktikisht se shkollën e mesme, kom pas shkenca kompjuterike, kom pas me vazhdu qa drejti me studiu, po se disha sakt qa po du, apo du rrjeta, apo du programim, apo du qa po du. Edhe gjatë ja ke kohën vetit. Realisht, pa hiri u buajo me jap kohën vetit, se atje u dash me kry, si me thoni lloj që është TOEFL për anglisht, po është NT2 B2 për holandesht, se në holandesht kom pas me studiu, e u dash me kry qati mrana qati vitit, po gjatë qasaj kohë e kom pa që qatë rukëtim që po menoj me marë për shkenca kompjuterike, nuk është diçka që po më flan. Unë jem konë të punu në atë ku, do më thonë e kena pas salonin, mami u konë në Hollanë me vllajën tam, me Ronin. Unë isha këtu vetë me babin edhe e pas që I really like this, edhe më pëlqen, edhe sfidat më të mëdha e kom pas nashta, jo sfida, po ashtu muhabetet më të mëdha me babin, me familje që hej, pse, qysh, se estetika përpara u kur pak më ndysh, kjo punë jam të thonë para të 13 vjetë, po se atëherë kanë thonë, jo, po kjo, edhe u kom biznes ma shumë art, pasion, se sot diçka që është 8 to 5. IT, kështu, e qysh po dënë hinë këtë pjesën tjetër se ti ki kapacitet, është të vërtit, nashta kam kapacitet. Po mu kjo tjetra po më pëlqen shumë. Që to pesha vetën, e që ajo shumë rëndësi, unë edhe kom pas fatin që kom ujtë me zgjedh që kom dosh me bo, po edhe jem konë e meq me mjaftushëm që me zgjedh ata që unë e du. Edhe je konë e zuja, ka pëlqy që ajo, po dhe i konë gërerit, nuk është që veç ke thonë ki pe bëj, se po më pëlqen, po ti në fakt je shumë e mirë në... Po, unë e menaj që nëse të pëlqen diçka, definitivisht je e mirë, se nuk mundet me të pëlqy nëse si e mirë. Nasa, se rëtë që dhe nështë ta kësha mujtë njështë me knua. Ka këtë njerë që thë kukunet, shumë kom qef me knua, bëdit? Po, ka dhe asë që s'din me knu, po knujnë. Edhe ka plot njerë që punojnë në fakt në jonë profesionet e veta, po kjo është një temë këtë tjetër që është shumë e thellë, do të me sqaroj në ajë tjetër. Po për ndryshe Rina, ti ndo këtë edhe pikturana jo? Kom pikturu për para, po. Ke pikturu për para? Tash mo jo, për para kom pikturu, me ngjyra akvarel, ngjyrat ujit. Atë kanë ndihmu në dizajnin e... Shush, jo, tjepe. Faktikisht që ato që... Se Rina mi ka ndrejt shtajt, by the way. Si zakonisht. Po, si zakonisht, e din besoj njerëzit. Une, po, e kom dash gjithë artin e përgjithësi e du shumë. Si në pikturë, si në muzikë, i du të dyjat. Une kom pikturë për para, edhe kom lujt piano. Ta që më këthi prapë të piano, dhe siguri kom këthi prapë edhe të piktura së vetësi. Okej, dhe më të multi-talented, Rina. Që është të diqka, po më nona, unë kam qef shumë e pas hobit ndryshme. Edhe kam qef jam shumë kurioze njëtë, kam qef me mësu gjithë shka me pa, gjithë shka, e më vynë me mush ditën me cisa në interesant. Mu më bënë shumë kurioze libra që i lexon te. Po. A më shumë nga tërgovi që pak ma detajisht, cilat jenë, ose nështë ajo cilat ketë me tituj, po qëfar loj i librave ty të pëlqenë, se mu më do këtë shumë interesant qëfar loj i librave i lexon Rina. Mu që më pëlqenë, definitivist, unë e kam qef me lezu libra që janë adult fantasy, që i bjenë që janë kry... A bëdini Game of Thrones? Po. Qasin. Qajo është pak ma spicy, pak ma sexy, që të më pëlqenë shumë. Kryesisht full romance, po... Nëse shkon në shpeterina, e ki full me libra që janë... Actually, dhe pomit i kanë shumë interesant. Edhe pse thuin don't judge a book from its cover, po prapë se prapë duken tepër të bukura. A din qa puna, the books that I buy, usually the cover është amazing. Se që ashtu i prezentoj, se janë libra që... Po janë atraktive, se ti ki self-help books, edhe ato i lexoj që është shumë mira. Simon Sinek është një prej shkrimtarëve që më pëlqen tepër shumë. Po sidomos për biznes.
Po ato kopertinat kanë tjetër përmbajtje, mandi e prezantojnë pak a shumë qatë përmbajtje. Përpara nuk kanë pas mundësinë ashta me kona që kreativ në kopertina, e tash është ndryshe. Tash të, sidomos edhe është që ta Penguin series që fate unë i kam të shpia, I love them. Janë classic box që përpara i kanë pas kopertinat pa lidhje, po e kanë marrë, i kanë bu më shtjellin me do ngjyra këti, për najse dhe shëllhur janë. Edhe mund kam pëlqy shumë kur I kom po, edhe e shorinën gjithë I merr do librat janë trosha. Nuk janë shumë libra simple, se mos po mendoni që janë simple, janë bajagi librat që të bujshme, edhe shorinën që I merr me veti, ka në foto, ka në punë, ka hobi, është një ndër hobit e sajna, me lexu libra tepër cute. Ama kështu për me konë sa ma transparente, ato definitivisht janë libra si filma, unë I këqyri, lexoj, edhe nuk janë me thonë diçka, po shkoj po mësoj, ma shumë janë me... A janë anglisht edhe shqip? Jo, unë realisht, unë që të regova ma herët, unë kom linë Holland, atje jem rrit, edhe gjua jam e parë kon holandishtja, gjua jam e dytë që kom su kon anglishtja, e treta kon gjua shqipe. Është ata dhe shumë shpesh e mix e përzin shqip me anglisht, se unë edhe krejt libra të lexoj anglisht. Po dhe mendoj që çdo përkthime që janë prej anglisht në shqip nuk e kanë të njëjtën feeling, është të njëjtën ndjenjë kur e lexon, nuk e ka të njëjtën Unë mendoj që kush lexon shqip e përjeton mirë, kur të lexon mandej shqip çashtu. Po, pra ata njerëz që nuk dinë anglisht, për shembull ata njihen okay me përkthimin shqip, po që na që ndoshta edhe folim anglisht është më mirë me kapte anglishtja për me lexu çat. Mu më flan anglishtja. Unë edhe tash se edhe pri holandishtës kom sheft, se përpara edhe holandisht kom lexu shumë për kur marr, në Kosovë s'kom pas çastë libra holandisht, kom vazhdu veç anglisht kom lexu, edhe mandej tash më ka përcjell gjuha angleze, edhe krejt librat anglisht I lexoj, edhe më vjen edhe shumë ma lehtë mu shpreh, për shkak se domethënë fjalorin e kom shumë atë pasur në gjuhën angleze, fatkeqësisht, ato kisha pa çfarë më ndryshu, nashta dikur janë nisi lexoj shqip, po nuk më ndryshu që ta. Unë e admiroj që pjesë, për pas të gjitha pjesëve tjera të personalitetit tënë e kështu, kjo është një ndër gjanat që në fillim kur e kom njoftu Rinën, nuk unë diçka e re për mu, edhe s'kum pa ndonjëherë dikon të lexu this kind of books, e më ka duk diçka shumë interesant që edhe unë e kom mësu prej sajna, edhe kom qef kur mësoj gjana të reja për njerëzve që unë e rri me ta, edhe që e kaloj një kohë të rëndësishme se me najt pas 6 orë të thejt vallojnë, nuk është ku e vogël. Sarona që bën shumë stane, jo veç një portoj. E vërtet. Rina mundet me tregu qa e ka biznesin e saj, që është një biznes I suksesshëm, edhe nuk është vetëm për thoj, po e ka nis qashtu që nifet Rina si nail artist, designer, I bën dizajne më të mira të ndoshta të mundshme, por që është zhvillu në një kind of like a beauty place, studio që mund është me kry shumë shërbime që mund të bëjë Rina vetë tash. Na I kena pas shërbime, kena pas realisht shumë shërbime edhe ma herët, po unë e fokusin e kom pas të thoj, se jem konë shumë e re, edhe si shumë e re edhe nuk besojnë me hi, edhe s'kom pas guxim me hi në pjesë tjera. Po thoj për mu jo konë shumë atraktive se konë hapsin e vogël me kriju diçka interesant. Do më thonë, si skulpture, mandi piktura, e bëjtë si stane. Unë jam shumë kanë vast madhe tani kjo e vogël. Edhe, po thamë për mu, unë jam konë kurioze me këqyre dhe vetëm me sfidu, hajtë të këqyrim që shmu i me bo qëto, që shmu i me bo qëto mas tjere. Tani dikure po që aty, jo që unë haloj du thojt, te për shumë, po në që pas vjetë e kom fokusin tash me thonë ma shumë ka body treatment, face treatment, që ne. Po, kur nuk e luan asha pjesën e artit që e ka fundin. So, pyetja tjetër. Unë s'kom që me bo pyetje në podcastin tam, por qysh punon Rina me vetbesimin e saj edhe dashnin ndaj vetvetes? Nëse na kena folur më herët për këtë temë, unë e kom pas fat me pas support system shumë të mirë, e kom pas fatin që familjen më e kom shumë të mirë, edhe gjithmonë më kam shumë mirë ka familjen Rina, janë tepër sweetheart, shumë. Unë përveç domethënë babin, mamën e vllahën tam që I kom shpirta, drita, ata I kom everything, unë edhe domethënë gjyshën, Allah në hoqën ti zëtoja, kritikom shumë të mirë, janë shumë të këndshëm, shumë të afruar, kom pas fat në atë drejtim, po përveç krejt familjes gjonë, zakonisht I ki punë me babin, mamin edhe vllahën, edhe ata I kom pas tepër të mirë, se çfarë do vendimi që unë e kom marrë, jam konë shumë suportues. Po du mi bo flokët e pembe, okej, go for it, edhe gjysha janë edhe, ma bëj këtë gjysha sa mirë për të ri, flokët e pembe të për bukur, dyqysh krejt gjithmonë kanë pas fjallë shumë të mira. Edhe unë po mendoj që është shumë e rëndësi
Nëse nuk je rrit vetë, të paktën në të ardhmen me kriju një support system të mirë për njerëz për rreth teje që me nis me pozitivitet. Unë e kom nis, jeta jam u konë gjithmonë e përmbushme me pozitivitet. Tani, mas asajna kom pas normal sfida në jetë edhe në shoqëni edhe në gjithçka, po edhe shoqet i kom shumë të mira. Edhe ato janë një support system amazing që kur njëna për shkakun që jam pak down, jo, ti për mirë, it's fine, hajde get up që po vi, po blja kullore, po kojna bashkë. Edhe unë jam qashtu për shoqet e mia, po dhe ato janë qashtu për mu. Qaj është një pjesë, support system e pas mirë. Kur që ata nuk e ki ma të mirë në botë, atëherë everything falls on your shoulders, edhe që atëherë, po menoj që dush me kuptu që edhe kur i ki krejt që ato, krejt njëm ka njerët vetë mu, edhe unë i ka momente që njëna që s'pun kupton kërkosh që edhe pse krejt që të mirat jam e bekume me krejt që të mirat, po do të me thonë që hey, it's okay, e kam vetën, edhe unë e kam mendje, kam trupin, e kam shëndetin, edhe kam 100 mundësi për para, dhe hajde let's work on myself. Ama definitivisht, menoj që shëndetje mendor, edhe ajo do të mu ushtru, po është i shëndetshëm kur ti punon atë dritën. Nuk mund është ti menaj të nditën të shtëpia dhe me pi që upsi s'punina mirë. Nuk mund është mund një mirë kur ti nuk punon me vetën. Nuk më qunë mëngjes, edhe kjo janë nis prej seneve ti për të vogla, më qunë mëngjes me ndrejt shtratin. Tash kjo pa lidhje me thonë, po. Jo, që është me ndrejt shtratin. Është një farë ndjenje e mirë kur të ndrejt shket shtratin, kur quesh, edhe është ketë mirë, është një farë gjë vogël, po të shtin mundi shumë mirë. Që të sana. Unë menoj që kur të fillon me bëjt si mini small achievements, edhe i mrinë ato të bujnë mundi mirë, mandi hap pas hapi shkon të rrit ajo. Një herë nis me mëngjes, tani nis me ushqim. Po tham, so mi ta të vëlbër. Doli më sa ne. Ama çashto, sonë e krijoj një farë rutine për vete. Shumë vështirë kom pas me mri që to ku jam sot, se definitivisht unë për natyrës jam dembelic. Unë kom qef me flajt, unë kom qef me night, unë kom qef me shqyr filma, kom qef me hangër çokoladë, kom qef me hangër brownies kripto, kom qef me bo, po më ka dash me abo një farë rregulli vetit. E kur t'ki disiplinë, e mrinë të tjera. E qka për ata njerëzit të cilët nuk e kanë qëtë support system, të cilët nuk kanë motivim, ose që ju kështë thonë, dikuna që nuk e gjenë kërkon vetën? Unë shumë shpesh se unë e kom për me kliente. Edhe shumë shpesh, se do mos në Kosovë, unë më hasin njerëz që nuk e kanë qëtë support system. Edhe po menaj që e kom një sen që thëmë për që ata e kom dhe që tatu qëto, që ti peshka qanit, është duhet me kuptu që you just gotta keep swimming. Veç vazhdo për para, jeta nuk është çdo ditë keq. Mund është mi pas ditë e këqija, po i ki dhe ditë e mira, veç kaloj që ato ditë e këqija dhe mandej punon atë drejtim, punon me veten, bashkë punon me veten, kur nuk i support system të i ki veten. Hajde, get up, move, ec, çdo ditë 30 minuta, veç ec për din mal, ec pak, kur të një trupi i fort, mandej ti edhe mendja për ndryshon. Vjen shkollë, puna pak në shkollë, se di që edhe unë e kom ikë prej orëve, unë i pronës të ikë prej orëve, por kur puna me shku të shtëpia, kom mësu dhe jem shku në shkollë. Tash nuk e di në çfarë shembulli me marrë tjetër këtë. Po unë për shembull me artën, se me motrën tem na folim shumë, edhe pa të ndodhë një farë rasti, ndoshta ma ironë me thonë, edhe thash artës, thash, ka njëherë, thash, ti pret për dikujna mos më give up on you, mos më dorëzu në ty, po pse s'po jeti qaj personi që s'po dorëzohesh të vetja. Sa mirë thash to, po. Unë po pres ti mos më give up on me, po pse unë e pelu vetëm më give up on myself? Edhe thash pse s'pe kap ti veten për flok shka një herë, dhe me thonë qu se you can do it. Ti s'bën me lun veten down, adin, mos me hek dorë për vetës. E menoj pajtona shumë e ty që pëthu puno me veten, puno me vetë lexo, hen dikun, shko të një psikolog, fol me dikun të shpis, nuk e di, ose thera një shok, një shoqë, ose vish del hec që pëthu ti. One po nisna prej ma të tjeshtë, sa ma mire ki, bashkë ashtu është. One që të shift e kam, po haraj që njerëz nuk e kanë. One njerëz, kur të mri një morë saktume, krejt njerëz, tash ajo mund me konë 18 vjetë, mund me konë 21, po definitivisht për mi 21, your own responsibility. Se do mos në Kosovë është një sani shprirën, që është gabim, po menaj që me ku kena me dojë pliksojna. Njerëz për rreth teje dhe prindët e tu të kanë obligim ty deri në pikën kur ti ish dosh me konë i aftë me
jetu edhe me punu për veti. Po. Për ati momentin vazhdimësi e tutje, edhe nëse dikush të ka bo dam, edhe nëse se ki pas support system shumë të mirë, edhe nëse krejq ato ta ka ngull shoku, shoqja, puna, jeta, shit went sideways, gjithë shka, ti ki krejt resources për me e ndryshua atë Po. se je i madh. Fuqia është e tepër. Po, e ki mendjen, je zhvillu, i ki krejt, i ki mundësit, edhe nëse nuk e din, i ki mundësit mu mësua dhe mu zhvillu. Po, sidomos në ditë sodit. Sidomos në ditë sodit, me këto sa letë është me marrë informata. Kështu që po mendoj që definitivisht du të me të shiftruan që you are your own responsibility, edhe kërkosh nuk Kërkosh nuk ka përgjegjësinë kërkosh nuk ka. ndaj teje. Edhe prind që të kanë fëmijë, për shembull në çet moshë jam unë tash, po edhe prit 18 vjet nuk më kanë pas më përgjegjësi. Nuk jam unë përgjegjësi e tyne, kur unë mendja jame është e zhvilluar, mjaftueshëm që unë muj me Mja dal vet. mja dal vet. Po mendoj që këto është pak triki, ose nuk po them again sonja lop këtë fajin prindve, po të na e ka një sistem që nuk mësojnë qysh me peshku, po veç ta bim peshkun para. Po, hajtë se djali jem, sidomos djemve. Djali jem, qika jeme, ti ndihmoj, okej, në rregull, duhet minimu. Okej, është na e kena në kulturë, që ata minimu një tjetrit, po jetu e bu, një farë mënyre, jetu e ç'më thon, jetu ja prej krat, me lumë me frituru vetë. Të bu parazit. Edhe nuk ka të ditë njeri me vendos një jetë pastaj. Se ti po rritesh, po krijon karakterin tënë, punën tonë, e krejtë edhe në fund s'po di me marrë vendime të rëndësishme në jetë, sepse je i varur prej ka thonë babi me bo qështu, ka thonë mami me bo qështu. Realisht ata njerëzit dhe nuk janë të formu. Karakteri tyne nuk është i formu. Karakteri tyne është Çaj karakter që u formu? Po çaj që u formu. Me çaj ka pas mundësi. Sopat karakterit njerëzve që i ka pas për rreth. Po, s'është vetvetja as pak. S'është vetvetja. Definitivisht, po çajo është gabimi se tani kur bëhet çaj shifti prej një orës në tjetrën, shumë shpesh është si bëjro cakit. Po, edhe bjen për tokë. Edhe bjen për tokë, edhe mandej është tepër i ronë çaj ndryshim. E kur të mësojnë prej herët, like, hey, it's okay mordzu pak se të kalon. Ki kujdesa ne mos i bërë mos se vrash. E të natërën, jo. Po, mama se vrash. S'ka qalena se po. Fix. E që kjo është që kjo punë të kultura që ka nevojë shumë ndryshuar. Po ka dale, po shpresoj që. Jena të mbrojtje atje, po, we're getting there, ama ka shpresa. Po, nuk jena keq, po thjesht. Unë e vrej shiftin. Unë para 15 vjetë edhe tash ku jena, ka ndryshuar shumë. Po. Tjetër është që është një gjeneratë e fëmijëve mas pandemisë që diçka po, jena në ka rruga në bërë. Po, ama ajo nuk ka problemi të ajo është që po mduket e gjunë. Worldwide. Po, worldwide. Ka ndryshuar gjithçka, po, që nuk është më sistemi. Cutest people, cutest babies ever, a vetëm po është një farë mentaliteti pak ma ndryshe, because of social media and everything else. Ka ndryshuar bota, me një këtë kuptimin e fjallës. Kështu që I guess, duhet veç me survive në qëtë farë sistemi që është të na fshi për para. Po, ata jena human race, jena intelligent species, se we adapt to change. Është kjo është. Ndryshime, sidomos viteve të fundit ka pas sipër të mëdha, e na që mësohem mu adaptu sa ma shpejt, njerëz janë me inteligjencë ose inteligjencë më të madhe. Të shyrem të ashtë shopën bo. Po du me dalë pak të pjesa e, le të themi, influencer vibes. Boteri për mu. Boteri për ty, po qatë shtyni më konë ma open me audiencen. Se ti, unë të kom njofë që ashtë të gjithë. Se për shë njerës për thënë, Rina ka qitë qëto, ka folë qështo, ka thonë qëto, edhe thash, unë e një Rina që ashtë të gjithë, thash që tash ka vendus, tash më konë vetvetja, edhe me po njerës kejtë, thash që I love it. Menoj që njerës duhet me kuptu edhe me pa një njëri sikur te, edhe me pas influencë prej teje, se menoj që influencën e ki shumë të mirë, edhe të kom thonë edhe ty, kur jena kuar në bashkë, thash, this is so beautiful që e të bu, se nuk ka që si influencer the way you do it, adin, që të bën ma unique from other people. E kështu që qka shifti on ju për me thonë, okej, pe bëj qëtë? Nuk e di sakt çka u konë, veç e di se unë vazhdimisht shkoj te një psikolog, e kam çdo javë, një herë në javë shkoj në seancë, edhe shijoj tepër shumë, punoj me veten shumë. Edhe kena fol për ekspozimin tam viteve të fundit pak ma shumë në publik. Unë gjithmonë kam pas qatë me konë njëri pak ma privat, po njerëz kanë qenë kurioz për jetën tam, çka po bëhet, dhe mandej dyqysh nëse jeni kurioz, po du me pas ju verzionin tam. Po, ju qka ju do një me kriju. Jo qka ju po do... It's okay, kitë më ne me pas menimin e ju, po hajde
let me have an input on this. Që dhone pe kallëzoj kush jam unë edhe mandej krijoj të menimin tonë për Shumë e mua. mirë që kjo më pëlqen. Po unë kom dashur me tregu që hey, this is me. Mundesh mos me ndosh. Shumë normale. Po nuk është Nuk është që- se ki, nuk i ki këtë pieces of the puzzle. Hajde po t'i jap edhe ta. Domethënë që kjo Që kom punuar me Samin, Sami është psikologja, edhe kom punuar me Samin dhe më ka thonë që this approach is okay. It's Okay. nice, se nuk e ngacmon privatësinë tënde pse po don me dalë në publik. Se që kjo kom probleme, që unë kom pas qef me konë, jeta jam private është private, tash që duhet me prezentu në publik është tjetër. E kom menu që këto dyja do të pa tjetër me konë të gëshëtume, po realisht që ka duhet me majtë në privatësi është private, e jamja që ka duhet me prezentu, kom me dalë me prezentu, që Ti zgjidh çfarë do me unë kalzu zgjidh çfarë do me tregu, edhe për mua kom me rëndësi me tregu që hey, I like my life. Naturally, I'm a very happy person. I enjoy my everyday. Shkojmë punë, kthena prej punës, çona mëngjes, e bëj ato, nuk jam çaq, the people put you into boxes. Po. Mere, dje e kom qitë një quote, si çdo ditë që qëtë diçka në Instagram. People will try to put you into boxes, and it's very important for you to make them fail. Atë që diçka ke. So, mu nuk mund është me mështi me një box. Unë nuk mund me thonë, as stili nuk e kam qashtu, as nuk mund me thonë që jam njëri shumë i mirë, ose shumë i keq se këtë budallit ose këtë e meqme. Unë menoj që kam ngjyra shumë të ndryshme në karakterit tam. Edhe veç kom pas qef me kallëzu që, hej, qatë kuti që po tëni, po keni qef me mështi, okej, nashta edhe qa jo jam, po i kam edhe një 10 tjera, so hajde pjatër i bëj kriqë. Po, shumë high five to that. Shumë e bukur me thonë që shto se një me njerëz i kanë qef me të qitë në do kutia që atyne ju konvenën. E ndoshta s'është hiç e vërteta, sidomos për femrat në përgjithësi për gratë në Kosovë ose në Shqipëni ose e krijuar një farë ideje që nëse një femër është pak independent, nëse është pak e bukur, nëse është ajo s'mund të më kone meqme, është like pse mos më kone meqme, pse duhet që ajo femë veç më kone bukur për shembull. Ajo mundet më konë smart, mundet më konë e bukur, mundet më konë atraktive, mundet më konë non, mundet më konë I don't know, everything. Qatë ka qef. Exactly, just çka që ajo njihet mirë më konë. Edhe që kjo është një shembull shumë i mirë se që kjo është një prej sanave që mas shumë t'i kom qef me prezentu edhe me tregu, është që me thonë që mund është me konë gjdo ditë që ti t'ki shef se ti e zgjedh kush je. Kërkush tjetër nuk mund me zgjedh kush je. Tash në s'po tha mu që edhe me konë delusional, me thonë unë sot jem astronaut. Mund është me thonë sot po dhe mund është më konë. Po dhe mund është me konë si dita. Ki pa një unë që ish me astronaut, me pilot, me 100 profesione i kish, doktor, nejse. Okej, ani po cool. Po shumë mirë edhe qashtu mund është me konë definitivisht, po qatë t'ki shef mund është me konë. Pse me përkufizu? Unë menoj që njëri e përkufizon vetën. Limitet ja qatë vetën. Limitet ja qatë vetit, e unë nuk kam qasi limite, e nashta në Kosovë është pak ma e çuditshme që kjo, se besoj që që kjo konë triggeri njerëzve të unë, adin që hej, kjo është qështo, ose qështo, po s'ko ka veç pak, s'ko ka as kësi, m'ko ka ki. Këtë diçka tjetër. Dashnia për ushqimin. Që ushqimin special që e ka Rina, se këtë të thomë se s'po hanaj vua, hanaj fasole, Zot, i hanë Rina, por që u ka munduar më kujdes për vetën, që është një diçka shumë e mirë. Unë tash po kthejnë ata ajo që definitivisht unë menoj që një është ti mrana në shpirt edhe qashtu dush. Nëse ti happy me vetën tonë, qashtu dhe reflekton. Po. Unë jam happy, kur unë jam verzioni ma i miri vetë vetës. Po. Që pi bjen, që unë kom qef me jetu shëndetshëm. Për me jetu shëndetshëm, duhet me hongër mirë. Se definitivisht që atë na shtina në trup, reflekton edhe në lëkur, po edhe në tru. Pojna palive, truni kam pas, nuk kam i marrë vitaminat e mjaftueshme për me funksionu që duhet. Po të e marrë parasysh lifestyle-in që shumë e kam, se unë e kam ditën tepër të ngarkume, i kam 2 lokale, një në Marigon, një në Velani, edhe që kam qef shumë u fokusu në punë, njëtën ku kam qef me shku edhe në gjem, tash e kom shti tamam kështu pjesë të fuqishme të rutinës tam. Mëngjesin unë e kam me do smoothie, që të po më kucin më muna i Ato punën që të karika la hile. Jo, s'ma kam pu karika, edhe po menoj me ta marë që të s'pëdi. S'pëdi atë shkur me ta marë një orë. Nëse pak të paratshme jenë që do. Zatë shumë fani. A mos besoj që të vynë që Jo, s'pëdi, nashta qajo jotja, ma shumë më qenë. Mali huja.
I bëj që ato smoothie se shumë shpejt bëhen, edhe në mandej e marrë shishën edhe vazhdoj me jetë. Edhe qështu... Part of your life. It's a part of my day, se definitivisht mëngjesin duna me hongër të mirë, me proteina, se gjatë ditës së mdihet. Ka një herë kam kohë me hongër dark drejk të mirë, ka një herë nuk kam kohë një gotë ujë me pi, so qatë mëngjes e kam shumë specifik. Që shumë rina balancin between business, një biznesit të suksesshëm, edhe hajtë le të themi influencer, që kjo pjesa e videove, apo kini ku me ndo, ose me thonë, ok, pelu qëto, ose ka me bu qëto, qësh për menagjen? Po që tash, unë e video jam të bu veç në mëngjes, se qatë mëngjesin ja ku falë vetit. Mëngjesi, mornings, janë my time. E në qatë my time, 3 orë që i kam, janë për që ka du. E bëj një video si jam disponim me bu video, nuk e bëj video, ula lexoj liber 1 orë, nuk du me lexu liber, s'po di, do më thonë qatë ko e kam qatë në kushtu vetit. Në qatë ko e kom shti dhe qitë influencer. Po, për mu, s'po di muj me thonë influencer, po bëj video, është një farë influencing, po, është një, po. Pi qes në TikTok. Shumë cute. Shumë. Vonë e kom gjë që të formun që mu më vynë një ko për veti. Unë e përpara e kom pas mas ditën, po unë shumë vonë e krysha punën, mas ditën e kisha me shëqni, e shumë shkurt me të ke koha për veti, se unë jam person që definitivisht më vynë që ajo my time, e tash po qona shumë aheret për me shëdzu. So që ajo është balanci jam, e sakrifikoj gjumin ashta, për me u knaq, me bu qefe, me shku në gjem, mu këthy, me hangër mëngjesin, me bu qatë video, me mëntu edhe mandej me vazhdu me. Po të pës për habits gjatë ditës që i kisa e veç që i kuptova... Po, marrë ato i përmend të... Zvi 3 sane i bëjnë në ditë, në shkojnë gjem, ha boke dhe shkojnë punë. E kuptova në muhabet të sipër, ama si për fund, me thonë se bashkë po kom qef shumë hala, ma shumë e bu muhabet, po cili është një shambull ose një këshill që mund është mja qikave të reja, që kanë dreams për një business, për një passion që kanë, ose që është me work on it për më konë happy me që ato që dojnë me mbri. Se menoj që njerëz ndoshta po dojnë një sukses me mbri, po harrojnë më konë happy gjatë rrugtimit për me mbri që aty. Edhe me po që ndoshta ti mbrin të qaja pika që aty, po ka rëndësi rrugtimit që shumë rrin, për që ti të ndihesh mirë në momentin që ti arrin qatë sukses. So, qa është një këshill që i kështë thonë dikuna që ndoshta edhe ty të ka limu? Po, une vazhdimisht i njëtën fjali, me thonë, se të njëtën muhabet që përdu me ta thonë që tash unë ja kujtoj vetit. Edhe këta e kom lexu dika, edhe shrike, don't forget to live while going through it. Tash while going through it, mundet me konë you're going through shit, family issues. Mundet me konë you're going through a breakup, mundet me konë kriza financiare, mundet me konë në fakultet, në shkollë, mundet me konë me shoqëni, diçka you're going through something, po definitivisht është shumë e rëndësi to not forget to live while going through that. I njëti san ta shkon edhe me punë. You are going through the steps to success. Mos hara me konë happy edhe gjatë ati rrugtimit. Qa ke që e fjalla që ta e më fillim pas me njësë emisionit podcastit? Shumë e që ajo tjetë të san, ajo është definitivisht, ajo është fillim, kur të me njësë diqka, është first you have to start and then you make it perfect. Then you make it, që kjo ke shumë e bukur. So dhe se cili njëri kur dërim janë njësë diqka, fish nësë janë, mande i gjatë rrugtimit e bën perfection, edhe nësë është perfect. Po the thing is, it doesn't have to be perfect. It doesn't, perfect për ty mundet më konë. Nësë është për të tjerët, it's fine. Definitivisht, duhet me shiju edhe duhet me vlerësu që you have something to look forward to. Ti për kini diqka të e ke nisë. Unë jem të posh zë herë për dikon që e ka nisë diqka. Do të e ke nisë, e ke borën bullake, nisë është i mirë. Po kë ka mu bo dikur perfekt në standardet tua. Po e ki diçka që qosh më njëzë dhe tu, hej, muj me ndrish pak që të kërf qëto, pak qëto. So, shioj edhe qatë proces. Më koni disciplinum, se dëmë. Po, menoj që... Unë çdo hap, definitivisht e kum shiju, edhe e kum dash shumë, po ato e kum pas se unë e kum zgjedh një profesion që unë e kum dasht. Edhe çdo hap u koni bukur. Se u kon, po definitivisht çfarë do profesioni tjetër të kisha zgjedh, do të me kuptu që ka
S'po di ç'është më Ka momente të vështira, ka momente të mira, thjesht mos më dorëzu, Jo, derisa të get- mrin Për më të bo lulja dush një herë me ujit, plant the me seeds, marr, e me po. ujit. Definitivisht Po, nuk kujdes bëhet për e qata. bukur, pa... Aje bukur është... Edhe me është fol aty, bukur po. duhet lule, se... Po, sa e mirë, sa e bukur. A ki pa që shqelin, sa ma shumë që i fol bukur, fol. e imagino Edhe njëri. vetë du të mi folë që Po. është të një. Ka zoni dashni vetë vetës. Okej, Rin, unë s'po du me zgjatë ma shumë, se keni mua betë shumë i mirë, edhe Faleminderit të falenderoj shumë që je kënë sot in my podcast. Faleminderit që të pi. Njerëzit du të me kuptu që nuk kemi krejt në momentet më të mirat, krejt kena një momentet këqia, Po, we all go through shit and we all go have beautiful days, po. thjesht më konë të motivu, më konë disciplinum, menoj që qënë desh aty ku pëdën, po edhe nëse nuk qënë, who cares, kryesora më konë happy Po nuk in është... the end of the day. Alin qysh, unë e kam një san që vazhdimisht të thëmë, e thashe dhe ma herët, just keep swimming. Po, keep If swimming. you're in shit, sorry, but just keep swimming. You're not going to be there forever. Thank you for coming. That was how I did it. And, It was amazing. Shihemi më sane. Kjo ishte Rina Zaiti, një ndër persona që unë e du shumë, edhe falenderoj shumë që u konë sot me neve. Shpresoj që ka pëlqyer kjo epizod. Shihemi herave tjera. Kjo ishte Amor Fati dhe është plot dashni.